Menimi i LDK-s për menaxhimin e komunës nga zoti Lazi? Mirëbesimin cilën qytetarët e Kaçanikut ja dhanë me votë zotrit Lazi, besoj se kjo e keq shpërdori duke qenë në një parti që s'den gjë tjetër vetëm të keq shpërdor. Kur e them keq shpërdorim, mund të fillojmë me punësimet familjare, keq shpërdorim dhe keq menaxhim të paros publike, trajtim jo të barabartë qytetarëve, favorizim të anëtarëve të partisë, mos respektim të vendimeve organeve të pavarura e tjera. Mund me fillu... Po, lutem. Pa problem. Ndër keqpërdorimet që unë kam hasë si asamblejës, ka qenë një keqpërdorim shumë skandaloz, që në vitin 2015, për mirëmbajtje të rrugëve në komunën e Kaçanikut, në periudhën prill-qershor, në bazë dokumenteve zyrtare që këta mi kanë dërgu, është një keqpërdorim për 26.925 euro, që kanë, në bazë dokumenteve që mi kanë prezentu, thuhet se kanë hequr borë. Në atë kohë në Kaçanik nuk ka pasur reshje bore. Dhe po e spjegoj për gjithë teleshikuesit. 29 euro kanë hequr borë. 26.925 euro, është shumë e keqpërdorimit që këta e kanë bo. Që po jo jap shifrat shumë të sakta, në janar-mars 2015, shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve në komunën e Kaçanikut kanë qenë 23.137 euro. Dhe në atë kohë kam kërku pas mujtë qershor, kur kanë pru raportin e shpenzimeve, kam po që ka një rritje enorme të kënë shpenzime. Dhe duke ditur që nuk ka pas mirëmbajtje të rrugëve, kam kërku një raport detajum nga drejtoritë përkatëse për mirëmbajtjet e rrugëve. Dhe ky raport, duke parë këto, duke nuhatur ata që kanë bë, duke parë të vërtetën, ma kanë vënu shumë. Deri gati në vit ri kur mi kanë dërgu përgjigjet zyrtare. Dhe në raportin që e kanë dërgu, thot, mirëmbajtja e rrugëve për periudhën janar-qershor 2015. Thot, sigurimi i transportit dhe hudhja e kripës industriale me mekanizëm adekuat në për të gjitha rrugët e komunës në shumë 12.537 euro. Thot, pastrimi i rrugëve në territorin e komunës në largësi mbi 7 km nga të rreshurat e borës dhe largimi i saj në shumë 37.525 euro, që në total i bin 50.062 euro. Jo thonë 37.000 euro borë. Bora, po këtu është periudha është e ndome. Janar-mars, okej, ka pas shpenzime, janë 23.137 euro, jem dakord këtu. Po periudha mars, prill, qershor nuk ka pasur. S'ka borë. S'ka, po këta e kanë hekun, këtu problemi tëne që ndronë. Këtë përdorime tjera është të ndërmania, një dukuri shumë e theksume, po e përmendi vetëm disa. Dytë, ma kryesor, nuk është që është shumë e modha aty në të ndereve, po qasja ndaj atyre të ndereve është shumë e keqe. Me ligjin e prokurimit publik, në Kosovë, kompania e cila është ma e lira e fiton i të nderë. Dhe sigurimi fizik i objekteve të komunës, kjo është lidhur në vitin 2015, e merr vllai nën kryetarit. Nuk kemi kundra, le ta merr. Le të jetë më i liri. Ai ka qenë më i shtrenjtë. Ka qenë për 2000 ditë çka euro më i shtrenjtë. Dhe kompani të tjera, të cilat kanë qenë pjesëmarrëse në atë nder, janë anku. Për çu di, në momentin kur nga organi shqyrtues i prokurimit publik këtyre kompanive ju është pranuar ankesa, në ditën e nesërme ata kanë tërhequr ankesën. Dhe më e keqja e kësaj, kam kërku një sqarim nga zyra e prokurimit, pse e keni thonë se me listë prokurimit publik, të nderin e fiton kompania ma e lirë. Përgjigja zyrtarëve të prokurimit në komunën e Kaçanikut ka qenë se kompani tjera të cilat kanë dhënë çmim më të lirë nuk e kanë përfitu kushtin, nuk e kanë përfitu bazën ligjore për pagën minimale në Kosovë. Dhe ndodh, pas kësaj polemike të krijuar në media, ndodh që vitin tjetër e fiton një kompani tjetër me çmim edhe më të lirë, se kompanitë të cilat janë refuzuar për të njëjtin çmim. Këtu nuk di çka muj me thonë tjetër, mund të japmi me shifra, me numra, do muj.